Përshëndetje të gjithëve. Sot në Pasion Kuzhine do përgatisim një supë të ngrohtë dhe shumë të shijshme me mish viçi, makarona të vogla dhe perime. Një recetë e thjeshtë, por plot vlera ushqyese. Është perfekte për çdo ditë. Le ta përgatisim së bashku. Unë kam vënë mishin më parë të ziej, e kam zier aq sa mishi është zbutur. Më pas grim 2 karrota në rende. Po në rende do grim edhe një patate. I bashkojmë karrotat me mishin dhe ne merremi me grirjen e një patateje. I shtojmë diku te 500 ml ujë. Rregullojmë me krip, piper të zi, ma ku më ndihmon Reo. I vendosim kapakun dhe e lëm të ziejnë rreth 15 minuta. Kur perimet kanë zier, shtojmë një filxhan me makarona të vogla, jo filxhanin plot, pak më shumë se gjysma. Janë makarona në formë mylli. I lëm të ziejnë dhe 10 minuta. Këtu kam një tuftë mirë me majtanoz, e presi njimët dhe përgatitim salsën. Shtojmë një vezë, një të kapur të gishtave me krip, shtojmë vaj ulliri, kam shtrydhur më parë lëngun e një limoni, por nuk do ta lëm vetëm me lëng limoni, do t'i shtojmë edhe 2-3 lugë të gjellës me kos. Salsa tashmë është gati. Shtojmë majtanozin dhe më pas do shtojmë salsën gradualisht. Marrim pak nga lëngu i supës, e shtojmë te salsa me qëllim që veza mos të prihet. E shtojmë në supë duke e përzier. Do ta lëm të ziej vetëm 2 minuta. Mund ta lëm të qetësohet pak pasi bëhet edhe më kremoze dhe më pas ta shërbejmë ashtu të ngrohtë. Do t'i shtojmë vetëm pak vaj ulliri sipër gjatë servirjes. Supa tashmë është gati, ju siguroj që është shumë e shijshme dhe ideale për të gjithë familjen. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni ta pëlqeni videon, ta komentoni dhe ta abonoheni në kanalin Pasion Kuzhine. Me dashuri nga kuzhina ime.